Ana për ditë po shohim brenda këtij muji vdiq njëri 42 vjeçar, vdiq tjetri 55 vjeçar, vdiq treti 42 vjeçar, vdiq treti 39 vjeçar, vdiq tjetri 58 vjeçar. A e kuptoni se shumica atyre që kanë vdekë rreth e përshak nesh dhe që na e kena marrë vesh kanë qenë mes 30-tave edhe të 50-tave. E ti që ki bu 20 e 30 fuka vakt, e ti që ki bu 40 e 50 sot unë ala jam i ri, e ti që ki bu 60 e 70 sot hala ka vakt edhe pak, e ti që ki bu 80 asot donë mu pëndu. Ore besimtar, ketë na kina me shku të Allahu dhu Gjelal, as ku ishtë për neve s'ka me mend këtë dënja. Heq as njoni, ku e ki babën, ku e ki gjyshin, ku e ki migjen, ku e ki stërgjyshin, ku janë ata? Ka shku të Allahu dhu Gjelal. Edhe na, ketë na që i nësot këtë gjami, mas 20-30 vjetë dhe shumica për neve s'kanë me konë.